Sektori i operacioneve speciale ka arritur të vërë në pranga Avni Majallari, një person i shpallur në kërkim prej 13 vitesh. Ndalimi i këtij shtetasi të shumë kërkuar është bërë pasi gjykata e Rrethit Tiranë me vendim të datës 11/1/2001 e ka dënuar me burgim të përjetshëm për veprën penale të vrasjes me paramendim e kryer në bashkëpunim. Kjo pasi Avni Majallari ka vrarë me armë zjarri në segmentin rrugor Tiranë-Dajt dy shtetas, përkatësisht Armando Nelaj dhe Ilir Gjulsi. Gjatë aksionit të kryer për kapjen e 52 vjeçarit, ai po mbante në dorë një pistolet të tipit TT, ndërkohë që mësohet se nuk ka hapur zjarr ndaj uniformave blu. Gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e tij në rrugën Ibrahim Braja, u gjet dhe u sekuestrua në cilësinë e provës materiale një automatik Kalashnikov, një pistolet e tipi Zastava dhe një sasi e konsiderueshme fishekësh dhe municionesh. Ndërkohë, të gjitha materialet në ngarkim të Avni Majallarit i janë dërguar prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë për hetime të mëtejshme.